تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بإذن الله تعالى دوajtojmë këtë libër madhështor المحرر في الحديث të autorit dietarit madh Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah. Dhe jemi ala dhe në fillim realisht të librit Kitabu Siyam, libri i agjerimit. Libri i agjerimit, dhe te kapitulli i parë, që një pjesë të haditheve të këtij kapitulli të parë në mësimin e kaluar e kemi mësuar, ku thot autori rahimahullah, babu fardu saum, kapitulli obligueshmëria e agjerimit. Jemi domethënë ala te ky kapitull, obligueshmëria domethënë e agjerimit, dhe arritëm te hadithi i cili transmeton nëna e besimtarëve Aisha radiallahu anha qalet: kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa saim wa yubashiru wa huwa saim walakinnahu kana amlakakum li irbihi, muttafaqun alayhi. Këtu nëna e besimtarëve Aisha radiallahu anha transmeton dhe thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i puthte bashkëshortet e tij duke qenë i agjerueshëm, dhe u afrohej bashkëshorteve të tij duke qenë domethënë i agjerueshëm, por ai ishte më i përmbajtur se ju ndaj dëshirave të tij. Por ai sallallahu alaihi wasallam ishte më i përmbajtur se ju ndaj dëshirave të tij. Këtu në këtë hadith që transmeton Aisha radiallahu anha nuk përmendet domethënë çështja e agjerimit fars, por agjerim domethënë përgjithësi. Por hadithi i radhës, edhe kjo tregon mençurinë e autorit rahimahullah në renditje e haditheve, ku po ashtu këtë hadith e transmeton Aisha radiallahu anha, ku thot kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu fi Ramadan wa huwa saim. Domethënë edhe në Ramazan domethënë që ndodhte me i puth bashkëshortet e tij duke qenë i agjerueshëm, domethënë gjatë ditës së Ramazanit. Këtu shpjeguesi i këtij librit, Sheikh Zeidi rahimahullah, thot se këto dy hadith aludojnë domethënë në bashkëjetesën të këndshme që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gratë e tij. Do thonë ka qenë i këndshëm në bashkëjetesë dhe ka pas domethënë në afrimitet me bashkëshortet e tij, saqë domethënë askush nuk mundet me arritë këtë këndshmëri dhe mirësi në bashkëjetesë si ka qenë domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por megjithatë, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë agjerimit e mbante veten e tij nën kontroll. Domethënë nën kontroll. Prandaj dietari i madh Sheikh Fozani hafidhahullah thotë se ata që janë të ri domethënë në moshë, është më e mira domethënë që të largohen prej veprimeve të tilla, që mos kalon puna domethënë në që tu prishet agjerimi. E nëse dikush është domethënë i sigurt dhe e përmban veten e tij, atëherë s'ka gjë dhe kjo nuk ndikon domethënë në agjerimin e tij, kur ai domethënë e mban veten e tij nën kontroll, sepse këtu e ka cek Aisha radiallahu anha, walakinnahu kana amlakakum li irbihi, domethënë ai ishte njeriu që më së shumti i mbante dëshirat e tij domethënë nën kontroll. Dhe kjo vlen, thot Sheikh Zeidi rahimahullah, si për agjerimin fars, po ashtu edhe për agjerimin domethënë që është nafile vullnetare.
Sepse në hadithin e parë nuk përmendet agjerimi fars. Dhe dikush mundet me thonë, jo, po kjo vlen vetëm kur ka qenë agjerim vullnetar, por nuk është argument domethënë kur është agjerim domethënë në i obligueshëm. Por këtu e shohim domethënë në hadithin e dytë që ka sjell më një herë Ibn Abdul Hadi rahimahullah, ku tregon se çështja është domethënë e lejuar një gjë e tillë ose këto veprime përderisa njeriu e mban veten e tij nën kontroll edhe gjatë muajit të Ramazanit, gjatë ditëve domethënë të Ramazanit. Sepse përmend këtu Sheikh Zejdi rahimahullah se ka ardhur një djalë i ri në moshë dhe e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këtë çështje, domethënë puthjen e bashkëshortës sa gjatë ditës së Ramazanit ose gjatë ditës së agjerimit. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ja ka lejuar atit, nuk ja ka lejuar, sepse ka pasur është i ri në moshë, edhe që mundet me shku domethënë me kalu çështja që me prish agjerimin, atëherë nuk ja ka lejuar. Dhe ka ardhur një njeri shejkhun kebirun, një njeri domethënë në moshë të madhe ose të shtyrë, atëherë një gjë e tillë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka leju, sepse el illa çështja domethënë qëndron ose shkaku sebeti lidhet domethënë me çështjen e frikës, që mundet domethënë njeriu mos me mbajt veten nën kontroll dhe me vepru diçka e ndaluar, kurse në anën tjetër nëse dikush e ka veten nën kontroll, atëherë s'ka domethënë gjë të keqe. Pastaj hadithi i radhës, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah ibn Abbas radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري. Këtu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë hijamën duke qenë në ihram, muhrim. Qoftë ajo të haxhit ihrami ose të umrës. Wahtajama wa huwa saimun, dhe e ka bërë hijamën po ashtu duke qenë i agjerueshëm. Duke qenë domethënë i agjerueshëm. Këtu tash i sjell autori rahimahullah po ashtu edhe dy hadithe që lidhen me këtë temë, me temën e hijamës gjatë ditëve të agjerimit, dhe pastaj vjen domethënë edhe vijon në shpjegimi i Sheikh Zeidit dhe mendimi më i saktë në këtë mesele. Në vazhdim hadithi i radhës, thot Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah, Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في البقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي ل18 خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. Këtu tregon Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi pranë një njeri, ose në fakt pranë dy njerëzve të afër domethënë varrezave të Bakijës. Dhe kishin kaluar 18 ditë të Ramazanit. Domethënë kishin kaluar 18 ditë të Ramazanit, kur pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njërin domethënë ia bënte tjetrit hijamën, e tjetri ishte nënshtruar kësaj gjë domethënë, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë aftar al-hajim wal mahjum, domethënë e ka prishur agjerimin ai që bën hijame dhe ai të cilit i bëhet hijamja. Domethënë të dytë domethënë e kanë agjerimin të prishur për atë ditë. Aftar al-hajim, domethënë ai që e bën hijamen, wal mahjum ai i cili i bëhet hijamja. Ky hadith tash është e kundërt asaj që ishte hadithi i parë, Abdullah ibn Abbasit radiyallahu anhu, që tregon se pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka bërë hijamen duke qenë i agjerueshëm. Kurse hadithi tash i dyti këtu domethënë që vjonte tregon domethënë se hijamja, ky veprim domethënë i aprish njeriu agjerimin. Dhe hadithi i fundit këtu që lidhet me çështjen e hijamës, që është në renditje të këtij librit hadithi 629, thot autori rahimahullah an Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم
فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم. Enesi radiallahu anhu transmeton dhe tregon domethënë se në fillim kur ka qenë e ndaluar, respektivisht e papëlqyer, e uryer që agjeruesi me bërë hijamën gjatë ditës së agjerimit, ka ndodhur ajo që Jafer, kushuriri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vllai i Aliut radiallahu anhu, Jafer ibn Abi Talib radiallahu anhu, e ka bërë hijamën duke qenë i agjerueshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kalu pranë Jaferit, edhe ka pasur dikush ja bën hijamën, atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aftara hadhan. Këta dy domethënë e kanë prishur agjerimin. Këta dy e kanë prishur domethënë në agjerimin. Por vazhdon Enesi radiallahu anhu dhe thot: "Thumma rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Por pastaj e lejoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hijamën për agjeruesin gjatë ditës së agjerimit. Dhe ajo që tregon domethënë se Enesi radiallahu anhu edhe ma vonë domethënë ka vepruar ashtu dhe mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e bënte hijamën duke qenë i agjerueshëm. E bënte hijamën domethënë duke qenë i agjerueshëm. Prandaj thot Sheikh Zejdi rahimahullah në shpjegimin e këtyre tre haditheve që ndërlidhen me çështjen me meselen e hijamës, thot Sheikh Zejdi rahimahullah se kjo vlen domethënë për agjeruesin, qoftë ai agjerues i cili agjeron fars, agjerim fars, obligim, detyr, ose agjerim vullnetar. Dhe dietarët, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, lil ulama fi dhalik aqwalun. Do thonë, dietarët në lidhje me këtë mesele, me meselen e hijamës dhe agjerimin, a prishet, a nuk prishet, kanë domethënë disa mendime. Po ato më të njohurat, dy mendime më të njohura që janë domethënë më të përhapura, janë dy. Mendimi i parë është domethënë se hijamja domethënë nuk e prish agjerimin. Hijamja domethënë nuk e prish agjerimin, edhe pse, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, është më parsore që mos me e bërë hijamën gjatë ditës, si shkak domethënë që mos ndodh dobësim në trupin e agjeruesit. Ama vjen puna domethënë ose pyetja, a ja prish agjerimin ajo? Mendimi i parë është se nuk ja prish. Por më parsore është domethënë që mos me e bërë, që mos me shkaktu hijamja domethënë dobësim në trupin e njeriut. Sepse transmetimi i Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhuma, ku thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë hijamën duke qenë në ihram dhe ka bërë hijamën duke qenë i agjerueshëm, ky transmetim është ose llogaritet, thot Sheikh Zejdi rahimullah, llogaritet si abrogim të fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam aftara al-hajim wal mahjum. Domethënë e kanë prishur agjerimin ai i cili e bën hijamën dhe ai i cili bëhet hijamja. Kjo është mendimi i parë, se hijamja domethënë nuk e prish agjerimin, por më parsor është domethënë me lënë pasit që përfundon domethënë dita e agjerimit. Mendimi i dytë, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, është mendimi domethënë që thojnë dietarët se hijamja ja prish agjeruesit agjerimin e tij. Dhe argumenti është domethënë hadithi i Shaddad ibn Ausit radiallahu anhu, ku thot domethënë se ose ku tregon domethënë se ajo ka qenë dita e 18 të Ramazanit dhe ka pa domethënë se si njëri ja bën tjetrit hijamën dhe ka thënë se të dy domethënë i është prishur agjerimi. Ata dietar domethënë bazohen në këtë domethënë transmetim.
Dhe po ashtu hadithi i tretë, ose transmetimi i tretë të Enesit radiallahu anhu, është për forcim për mendimin të parë. Se Enesi jo vetëm që tregon se pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam e lejoi hijamën për agjeruesin gjatë ditës së agjerimit, por edhe ai vetë ka vepruar atë gjë. Kjo domethënë është për forcim, domethënë për mendimin të parë, që nuk e prish domethënë hijamja agjerimin, dhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah se ky mendimi i parë se hijamja nuk e prish agjerimin, sipas Sheikh Zejdi rahimahullah është edhe mendimi më i saktë. Domethënë sipas Sheikh Zejdi rahimahullah, mendimi më i saktë është domethënë nëse hijamja nuk ja prish agjeruesit agjerimit nëse bën edhe domethënë gjatë ditës kur ai agjeron. Pastaj hadithi i radhës është hadithi 630, ku thot autori rahimahullah Ebi Hurajra radiallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam men nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqah, muttafaqun alayh. Këtu këtë hadith i cili transmeton sahabiu i nderuar Abu Hurajra radiallahu anhu se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush haron duke qenë agjerueshëm dhe ha apo pi, dhe han apo pin, le ta vazhdoj agjerimin e tij, le ta vazhdojnë, sepse ato e ka ushqyer dhe i ka dhënë për të pirë Allahu subhanahu wa taala. Kjo ka qenë risk për Allahu subhanahu wa taala, por ai duhet domethënë me vazhdu dhe kjo nuk ndikon në agjerimin e tij. Nëse bën domethënë nga haresa. Men nesia, domethënë e haron. E haron domethënë është moment domethënë. Atëherë në momentin kur i kujtohet domethënë edhe nëse i kujtohet pasi që ka hëngër, mundet për shembull ulet ai han buk, ngopet alis. Edhe ma vonë i kujtohet domethënë unë isha i agjerueshëm. Në rregull është. Ai vazhdon agjerimin domethënë dhe është çdo gjë është domethënë në rregull. Pra, thot Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadithi i Ebu Hurajras radiallahu anhu, që transmeton domethënë është argument se nëse ndodh njeriu një gjë e tillë, atëherë nuk ka nevojë as për me kompenzu, as për shlyerje. As për kompenzim, as për shlyerje, por ajo që i obligohet atij personit, domethënë me vazhdu agjerimin, me i plotsu domethënë në atë ditë dhe me falenderu Allahun subhanahu wa taala për atë ushqim dhe për atë pije. Bile duhet me falenderu Allahun subhanahu wa taala për atë ushqim dhe për atë domethënë në pije. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha qad tajawaza li ummati amma stukrihu alayhi wa anil khata'i wal nisyan. Domethënë Allahu subhanahu wa taala ja ka falë ummetit tem ato sendet që ata i veprojnë duke i pasur të imponuara me forcë, nëse dikush domethënë vepron diçka nën imponim, nën domethënë ushtrimit të vdhunës, ose nëse bëjnë ndonjë gabim të paqëllimt dhe nisjan dhe me hares. Këto sende domethënë Allahu subhanahu wa taala ja ka falë domethënë ummetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj hadithi i radhës është po ashtu nga Ebu Hurajra radiallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal men dhara'ahu al-qay'u fala qada alayh wala kaffara wa man istaqa fa alayhi al-qada. Këtë hadith tregon Ebu Hurajra radiallahu anhu, transmeton se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë: kujt i vjen të vjell, me vjell domethënë kujt i vjen, pa e shkaktuar ai vet, pa me shkaktuar diçka me gishtat ose me diçka, atëherë nuk e ka obligim domethënë ta kompenzoj agjerimin e tij.
as me bo shlyerje. Do më thonë, as një sen. Nëse i ndodh që njeriu do më thonë me vejl gjatë ditës së Ramazanit, ose edhe ditë të agjerushëm do më thonë vullnetare, atëherë nuk ka as kompenzim, as shlyerje për to. E nëse dikush e shkakton vetë të vellmen, do më thonë, vetë duke i fut gishtat për shembull, ose të ngjajsh me diçka, atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai duhet ta kompenzojnë atë ditë. Agjerimin e asaj dite, do më thonë, duhet ta kompenzojnë. Këtu thot Sheikh Zejdi rahimahullah, ati që i ndodh një gjë e tillë me vejl gjatë ditës së Ramazanit ose agjerim vullnetar, pa shkaktim nga ana e tij, ai njeri do më thonë e plotson atë ditë, e vazhdon dhe ka atë ditë të plot dhe në rregull. Por çështja është do më thonë kur njeriu e bën një gjë e tillë, do më thonë e shkakton ai vet. E shkakton ai do më thonë vet me veprim nga ana e tij. Këtu thot Sheikh Zejdi rahimullah, i kemi dy situata. I kemi dy situata. Situata e parë, nëse ai do më thonë e bën, e shkakton të vellmen, do më thonë nga ana e tij me gishtat për shembull, por është gati i detyruar me bën një gjë e tillë. Shkaku i problemeve dhe dhimbjeve që i përjeton në barkun dhe stomakun e tij. Do të thonë ka dhimbje të rënda, ka përzierje e kështu me radhë, atëherë e bën ai një gjë e tillë që duke shpresuar, do më thonë, që t'i pastrohet stomaku, atëherë do më thonë, thot Sheikh Zejdi rahimullah, ky njeri duhet atë ditë me kompenzu, por nuk duhet shlyerje, do më thonë, kefara me pagujt. Vetëm kompenzim e asaj dite. E situata e dytë, do më thonë që nëse njeriu e shkakton të vellmen vet ai, po pa me pas nevojë reale. Pa me pas nevojë reale, duke lujt, duke i fut gishtat, duke ku e di çfarra, duke qenë i pakujdesshëm dhe i pavëmendshëm, atëherë ky njeri duhet atë ditë me kompenzu dhe po ashtu duhet me u pendu dhe me kërku falje nga Allahu subhanahu wa taala. Sepse ai do më thonë është bë shkaktar që me prish, do më thonë, një detyrë të cilën Allahu subhanahu wa taala ia ka bërë obligim me e çu në vend në mënyrën më të mirë dhe më të përsosur. Do më thonë, këtu kur ai e shkakton një gjë e tillë, pa me pas nevojë, atë nuk është vetëm çështja e kompenzimit të asaj dite, po edhe e tauba wal istighfar. Pastaj hadithi i radhës 632, thot Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قرع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر. Rawahu Muslim. Këtë hadith, i cili transmeton Gjabir ibn Abdillah radiallahu anhu, ma thot se pejgamberi alayhi salatu wassalam, në vitin që e çliroi Mekën, vitin 8 sipas hijretit, kur u drejtua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për në Mekë, ishte Ramazan. Ishte, do të thonë, në Ramazan, dhe vazhdoi pejgamberi alayhi salatu wasalam gjatë udhëtimit, gjatë rrugës për në Mekë, vazhdoi, do më thonë, ditët e Ramazanit me agjeru. Derisa arriti, do më thonë, te një vend Qura al-Ghamim. Deri ke ky vend, do më thonë, kur arriti, do më thonë, dhe po ashtu edhe njerëzit që ishin bashkangjitur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për çlirimin e Mekës, po ashtu
ishin të agjerueshëm. Atëherë në këtë vend kërkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë ditës së agjerimit, domethënë, një enë me ujë. Një enë me ujë, domethënë, dhe e ngriti aq domethënë në mënyrë demonstrative, e ngriti domethënë lart që njerëzit me e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e pastaj peu prej saj. Peu prej saj. Edhe i thanë domethënë pastaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se disave domethënë vazhdoi domethënë të shkaktojnë agjerimi gjatë këtij udhëtimi domethënë vështirësi, si ishte domethënë shkretir, nxehtë. Edhe kishin domethënë ato pajisjet me vete të luftimit e kështu me radhë domethënë, prandaj u shkaktonte domethënë vështirësi, por megjithatë ata i përmbaheshin urdhrave të Allahut subhanahu wa taala dhe pastaj po ashtu edhe urdhrave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i thanë se njerëzit kanë pa domethënë se çka do veprojsh ti, edhe ata pastaj të veprojnë, e këtë gjë e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me enën e ujit, domethënë mas ikindis. Do të s'ka pas shumë kohë deri në akşam. Mas ikindis domethënë. Po megjithatë domethënë e ka prish agjerimin që me u tregu njerëzve domethënë se gjatë udhëtimit është lejuar domethënë mos me agjeru ose respektivisht domethënë edhe me prish domethënë në agjerimin. Dhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadithi Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma tregon, aludon domethënë se lejohet domethënë me e prish agjerimin gjatë udhëtimit, edhe për atë person I cili mundet me e përballu pa vështirësi. Edhe nëse dikush nuk ka vështirësi nga ana e udhëtimit, por ky hadith aludon domethënë se lejohet, sepse kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe disa prej shokëve të tij ridwanullahi alaihim. Sepse zakonisht ata kanë agjeru domethënë gjatë udhëtimit. Edhe nuk u ka shkaktuar domethënë kjo vështirësi. Por këtu e ka bërë domethënë që me tregu domethënë se lejohet. Edhe nëse mundesh ta përballish, edhe në rregull është gana për ty domethënë, prap domethënë mundesh domethënë mos me agjeru gjatë ditëve domethënë të udhëtimit. Po ashtu që është argument ky hadith, thotë Sheikh Zejdi rahimullah, që njeriu domethënë ato ditët që nuk I ka agjeruar gjatë udhëtimit me I kompenzu pas Ramazanit. Me I kompenzu domethënë mas Ramazanit. Sepse Allahu subhanahu wa taala thot, "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." E kush e përjeton atë muajin të Ramazanit, le të agjerojnë. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. E kush është domethënë kush është I smur ose në udhtim, atëra I kompenzon ato ditë domethënë pas domethënë në Ramazanit. Por këtu përmend Sheikh Zejdi rahimahullah një mesele shumë të rëndësishme, dhe ajo është personi I cili përjeton vështirësi të jashtëzakonshme gjatë udhëtimit, duke qenë I agjerueshëm, dhe ai nuk e pranon këtë lehtësim nga Allahu subhanahu wa taala, duke e prishur agjerimin, nuk e pranon, atëherë ky njeri domethënë e ka kundërshtuar Ebul Qasim, e ka kundërshtuar domethënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wa athima bidhalik, dhe ka bë mëkat me këtë. Domethënë ai njeri që ai mendon domethënë bën një vepër të mirë, ai thotë jo, po unë edhe megjithatë që përjetoj domethënë vështirësi të rënda, unë prap e agjeroj atë ditë, jo I themi domethënë ti me këtë veprim e ke kundërshtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë një udhtim për udhëtimeve të tij, pa një njeri si I bëjshin njerëzit të tjerë hija.
si domethënë që mos me I shku dillit drejt për drejt. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam I pyeti për veprimin e tyre, pse e bën një gjë e tillë, atëherë ata thanë innehu saim, ai është I agjërueshëm. E pse është I agjërueshëm dhe përjeton vështirësi të rënda nga domethënë edhe shkaku I nxehtit, atëherë domethënë atëherë barem pak domethënë t'ia lehtësojmë duke domethënë I bë hije domethënë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha lejse min el birri as-siyamu fi safar. Nuk është domethënë nga devotshmëria ose nga mirësia domethënë me agjeruar gjatë udhëtimit. Ama këtu lidhet domethënë çështja me situatën, nuk është nga devotshmëria dhe mirësia domethënë që njeriu me agjeru gjatë udhëtimit, kur e ka dikush domethënë situatën e tillë, që udhëtimi domethënë I shkakton vështirësi të rënda, ai përjeton domethënë vështirësi të mëdha dhe megjithatë ai mundohet me agjeru, këtu I themin e atit fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, lejse min el bir as-siyamu fi safar. Nuk është domethënë nga devotshmëria, nuk është nga bamirësia, që ti të agjerosh domethënë tash gjatë udhëtimit kur e ke gjendjen domethënë në kështu e kështu. Dhe po ashtu është përmend një situatë tjetër që ju është përmend pejgamberit sallallahu alaihi wasallam disa raste ose dikush ose disa domethënë që I ka kap etja e madhe duke qenë të agjerueshëm dhe në udhëtim dhe nuk e kanë prishur agjerimin, por ato njerëz ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam ulaikel usat, ata janë domethënë mëkatar. Ata janë mëkatar, janë kundërshtar. Barakallahu fikum. Shikoni domethënë, prandaj duhet njeriu këto sende me I pas parasysh. Pastaj hadithi I radhës 633 an Hamza ibn Amr al-Aslami radiyallahu anhu أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. Këtu tregon Hamza ibn Amr al-Aslami radiyallahu anhu si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, une e ndjej veten time të fuqishme që me agjeru gjatë udhëtimit. Unë ndjej e di domethënë nga vetja ime, jam mjaft domethënë I fuqishëm që ta përballoj domethënë në agjerimin edhe gjatë udhëtimit. E këtu shikoni çfarë pyetje ja bën. Edhe kjo tregon kuptimin e sahabëve ridwanullahi alejhim. I thot fahel aleja gjunah, a kam ndonjë mëkat? Dikush më thon pse mëkat? Ai agjeron. A për agjerimin mëkat merr njeriu? Po nëse kundërshton pejgamberin alayhi salatu wassalam, nëse kundërshton rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, atëherë domethënë merr njeriu mëkat. Prandaj shiko çfarë pyetje domethënë që tregon mençuri dhe kuptim. Fahel aleja gjunah, a kam ndonjë mëkat, a kam përgjegjësi? Atëherë thot pejgamberi alayhi salatu wassalam se lejimi që mos me agjeru gjatë udhëtimit është lehtësim nga Allahu. Lejimi që mos me agjeru gjatë udhëtimit është lehtësim nga Allahu. Famen akhadha biha fa hasan, kush e merr këtë lehtësim, mirë ka vepru, bukur. Wa men ahabba an yasum, e kush do me agjeru, fala junaha alej, ai nuk ka mëkat, nuk ka përgjegjësi. Nuk ka domethënë përgjegjësi. Pastaj hadithi I radhës që përmend këto autori rahimahullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal
رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. Këtu thot Sheikh Zedi rahimahullah në shpjegimin e këtij hadithit se domethënë prej dobive ose prej rregullave që mësojmë prej këtyre dy haditheve është prej hadithi I parë, hadithi Hamza ibn Amr al-Aslami radhiyallahu anhu, se e kuptojmë domethënë se o është e lejuar për agjeruesin me agjeru gjatë udhëtimit dhe nuk ka mëkat nëse ai ka domethënë fuqi. Nëse ka domethënë fuqi, atëherë është në rregull. Është domethënë në rregull dhe e ka domethënë të lejuar. Por thotë Sheikh Zedi rahimahullah, cila është më e mira këtu? Cili veprim është më I mirë? Tash nuk flasim do thonë a është e lejuar, ta bëjmë dallimin këtu barakallahu fikum. A është e lejuar me agjeru gjatë udhëtimit? Po, nëse nuk përjeton domethënë vështirësi. Vështirësi të rënda domethënë. Si u përmendën domethënë këto hadithe më parë. Por cila është më e mira? Edhe në rast thotë Sheikh Zedi rahimullah, agjeruesi nuk përjeton vështirësi. Në rast që nuk përjeton ai vështirësi. Do thotë agjerimi atit nuk I shkakton vështirësi. Por cila është më e mirë këtu? Cila është domethënë më el afdal. Thotë Sheikh Zedi rahimahullah, ajo që unë e sheh si mendim më të sakt është që udhëtari mos me agjeru, edhe nëse udhëtimi nuk I shkakton vështirësi. Këtë mendim e ka Sheikh Zedi rahimahullah dhe e bazon këtë mendim te hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuh. Allahu subhanahu wa taala e do që ju t'i pranoni lehtësimet e tij. Allahu taala do domethënë që ju t'i pranoni lehtësimet e tij. Domethënë, a është e lejuar? Është e lejuar. Po cila është më e mira? Sipas Sheikh Zedit rahimahullah, më e mira është domethënë që mos me agjeru, edhe nëse nuk I shkakton domethënë vështirësi agjerimi gjatë udhëtimit. Pastaj çështja e dytë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka leju domethënë njeriu në moshë të shtyr që mos me agjeru dhe për çdo ditë me ushqyer ka një miskin. Dhe ai nuk ka domethënë nevojë për me e kompenzu ata ditë që nuk I agjeron, por paguan domethënë në fidja, që është domethënë një, si përmend këtu Sheikh Zedi rahimahullah, 1 kilogram e gjysmë, është nësf gjysma e sa'it. Është domethënë parafrasisht thotë Sheikh Zedi rahimahullah, 1 kilogram e gjysmë, edhe kët ja jep ai domethënë në njeriu të varfër, njeriu domethënë në nevojtar. Se edhe kjo, kur jemi këtu tash te kjo mesele, se ka ndodhur që vëllezërit me pyet domethënë, po kujt më ia dhën ato domethënë ushqimin ose ato domethënë bukën domethënë më ia gatu ose më I ftu, a bon më I ftu edhe për një herë. Edhe dikush thot po edhe familjarët me I përzi këtu. Jo, nëse ato familjarët domethënë nuk hyjnë te pjesa e njerëzve të varfër, atë nuk u takon domethënë me ia dhën fidjes atynve. Sepse Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Ata që kanë vështirësi për të agjeruar, duhet të ushqejnë si shpagim nga një të varfër për çdo ditë agjerimi. Do thonë duhet të ushqejnë si shpagim nga një të varfër për çdo ditë agjerimi. Këtu ja ka lejuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë njeriut që është në moshë të shtyr, dhe po ashtu këtu hyn edhe gruaja
që është në moshë të shtyër dhe nuk munden ata ta përballojnë agjerimin, shkaku i moshës e kështu me radhë, dhe po ashtu në këtë kategori të njerëzve hyn edhe njeriu i cili është i smur nga një smundje që nuk shpresohet të përmisohet ose të shërohet. Edhe këtu do më thonë smundje që ndikon agjerimit e ajo smundje. Se mundet me qenë, për shembull, e ka gjithë jetën e tij shtypjen për shembull. Edhe ai merr ilaçe, e rregullon, ajo në rregull është. Ama nëse është smundje që ai po agjeroj, smundja e tij përkeqësohet, edhe nuk ka shpresë, domethënë, që ajo smundje të përmisohet ose për shërim, atëherë ky njeri domethënë është i justifikuar dhe e bën domethënë në këtë shpagimin të ushqej domethënë nga një të varfër për çdo ditë domethënë të agjerimit. Pastaj hadithi i radhës, po ashtu e transmeton Abu Huraira radiallahu anhu ku thot: "Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqal: Halaktu ya Rasul Allah." قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال على أفقر منا فما بين لابتيها بيت أفقر إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه. Këtë hadith madhështor, i cili transmeton Abu Huraira radiallahu anhu, se i erdhi një njeri në Medinë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, unë u shkatrova." E pejgamberi alaihi salatu wassalam i tha: "Çka është ajo shkaku, domethënë që ka çuar atë, domethënë shkallë?" Atëherë njeriu i ka thënë pejgamberit alaihi salatu wassalam, domethënë kam pas marrëdhënie intime me bashkëshortën time gjatë agjerimit të Ramazanit. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, dhe kjo është domethënë e para që duhet me bën njeriu nëse ka mundësi, a ke mundësi me të lirojsh një rob si shpagim, që të lirojsh domethënë një rob. Atëherë njeriu ka thënë nuk kam mundësi, nuk kam në gjendje. Atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a ke mundësi të agjerosh 2 muaj rresht? A je në gjendje domethënë që të agjerosh 2 muaj rresht? Prap ka thënë njeriu, jo, nuk jam në gjendje. Atëri ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, a mundesh domethënë me gjet mundësi që tu japish buk ushqim 60 prej njerëzve të varfër? Po ashtu ky njeri ka thënë, nuk jam në gjendje ta bëj këtë shpagim. Atëherë njeriu është ulur aty te pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe ndërkohë erdhi dikush dhe ja solli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një enë me hurma. Kishte enë e madhe dhe brenda kishte hurma. Atëherë pejgamberi alaihi salatu wassalam i tha atij personit, merre këtë enë me hurma dhe jepe sadaka. Dhe jepe sadaka si shpagim për atë domethënë që ke vepruar. Atëherë ky person i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a ka dikush domethënë në mesin e qytetit të Medinës që është më i varfër se shtëpia ime? Domethënë se pejgamberi alayhi salatu wasallam i tha, merre kët sahan, merre kët enë dhe jepe sadaka, ato hurmat. Ky person i tha, po nuk ka shtëpi më të varfër në Medinë se sa shtëpia, familja jeme. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam qeshi derisa ju dukën dhëmballët dhe i tha atij atëherë personit, shko ushqeje me këto hurma familjen tënde. Shko domethënë mirësinë e Islamit, butësinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, mençurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ky njeri erdhi i friksuar, erdhi
tha, ja Resulullah, helektu, o i dërguari i Allahut, u shkatrova una. Në fund, u kthy te shtëpia e vete me një enë të madhe me hurma që e kishin domethënë atëherë për vete dhe familjes së tij. Shikoni domethënë se edhe urtësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në domethënë në sjelljen e tij domethënë me shokët e tij ridwanullahi alejhim. Dhe thotë Sheikh Zejdi rahimullah se ky hadith është domethënë për shpagimin ose shlyerjen për ata domethënë që kanë marrëdhënie gjatë ditës së Ramazanit duke qenë domethënë të agjerueshëm. Edhe kjo është, kështu është renditja domethënë. Një herë, nëse ka mundësi njëri me liru një rob në liri, e bën këtë. Domethënë jo, ai kalon me njerë me ushqy 60 të varfër. Po jo, nëse ka mundësi me liru, e bën atë. Nëse nuk e ka mundësi këtë, atëherë vjen çështja e dytë, agjerimi 2 muaj rresht. Nëse nuk e ka edhe këtë mundësi, atëherë vjen domethënë e treta, që është agjerimi domethënë të dhënja ushqimit të 60 personave të varfër. Domethënë pra përmendet këtu miskin, domethënë njeri i varfër, njeri domethënë nevojtar. Jo se cili domethënë veç si më thon me kry unë atë temën, jo. Duhet me kërku domethënë. Me kërku njeriu dhe me gjet edhe me ia dhën. Edhe thotë këtu Sheikh Zejdi rahimullah se ajo ushqimi për shpagimin është domethënë nisf sa'a. Domethënë nisf sa'a është gjysma e sa'it, e cila është domethënë për afërsisht thotë shehu 1.5 domethënë kilograma nga ushqimi i vendit ku ai jeton. Si për shembull tani grosha, orizi e të ngjashme 1.5 kg, edhe nëse është pak më shumë, elhamdulillah, s'ka domethënë s'ka gjë. Sepse siç e thotë Sheikh Fuzani hafidhahullah, ziyadatul khair. Ajo shtesa është shtesë në khair. Dhe nëse ti bën domethënë shtesë, jep pak më shumë, kjo është shtesë në khair, në mirësi, edhe në shpërblim biidhnillahi ta'ala. Dhe këtu thot Sheikh Zejdi rahimahullah, e nëse për shembull ky personi i cili bën një gjë e tillë gjatë ditës së Ramazanit, dhe atëherë nuk gjen ai domethënë pasuritë vete që me dhën për sadakat, me ushqim njerëz kështu me radhë, dhe ja jep dikush për njerëzve të bamirësisë, njerëz bamirës domethënë, dëgjojnë se filani i ka ndodhur diçka e tillë, atëherë ata japin domethënë sadaka ose prej Beitul Mal, prej domethënë prej arkës së shtetit të muslimanëve. Atëherë bën ky njeri, sikur është rasti edhe te hadithi, me marrë edhe për veten edhe familjes së tij, nëse me të vërtet domethënë në rrethin ku jeton ai nuk ka shtëpi më të varfër se shtëpia e tij. Por këtu është kusht domethënë thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, që me qenë sadiqan, me qenë i sinqert. Do thonë njeriu duhet me qenë i sinqert, që me të vërtet domethënë në rrethin ai ku jeton, ai nuk njeh domethënë familje më e goditur domethënë dhe më të varfër se familja ose shtëpia e tij. Ajo mundet me pas. Se dikush mundet me ardh nesër, do një kështu i mençëm, edhe më thonë, po, ama ka një filan të një sokaka që e ti, jo, ai nuk është i detyruar tash me i kërkuar gjithë sokakët e Kërçovas dhe Peshkopis. Barakallahu fikum. Se vjen pasaj do një menç me thotë, jo, ti e ke keq përdor, ti ke bërë kështu, jo. Ai do më thonë sipas asaj që din ai do më thonë. Sipas asaj që din do më thonë që ka pa, që ja merr mendja, nuk ka shtëpi do më thonë më të goditur ekonomikisht se shtëpia e tij, atëherë bën me marrë edhe për familjen së tij. Barakallahu fikum. Po ashtu, për këtij hadithit mësojmë thotë Sheikh Zejdi rahimahullah,
se është ky hadith është argument ku tregon se është obligim që mi pyet dietarët, njerëzit e dijes për rregullat e fesë. Sikur se ky njeri domethënë. Edhe shikoni barakallahu fikum ato frytet, ato mirësit e pyetjes së njerëzve të dijes. Ky njeri shkoi te pejgamberi alayhi salatu wasallam duke menduar se është i shkatruar, por në fund u kthyn në shtëpi me hurma. Domethënë me mirësi. Edhe këtu kështu është domethënë që kur njeriu shkon te dietarët, edhe nëse donjëherë mendon u shkatrova tash, do shpartallosem, kështu ashtu, jo, inshallah kthesh domethënë duke pas qartësi në fen tënde, duke pas siguri në fen tënde. Se shumë do shapren, jo thot, unë po shkova, u sakatova aty. Jo, do shashkon ti, edhe ne e kena përjetu këtë. Ne e kena përjetu këtë, do më thonë se shkuarja të dietarët. Pyetja e dietarëve është hajër dhe mirësi. Dhe na ka sjell shumë mirësi. Na ka sjell, do më thonë, shumë mirësi të mëdha. Walillahi alhamd. Kurse ata tjerit që janë shkëputur prej dietarëve, që janë larguar prej dietarëve, dita e ditës po shfaqet shumë e qartë se si shkatrohen edhe si fellohen ma shumë në atë shkatrimin e tyre. Allahu na ruaj. Edhe ato pyetje domethënë, a janë, thotë Sheikh Zejdi rahimullah, që duhet të pyeten dietarët në lidhje me ibadetet, ose edhe në çështje domethënë në raporte mes njerëzore. Që njeriu domethënë me pyet, që njeriu domethënë me pyet, që me ditë domethënë dhe me qenë në qartësi. Po tash pyetja lind këtu, thotë Sheikh Zejdi rahimullah, ose meseleja, nëse ai e bën këtë shpagim, këtë shlyerje domethënë, liron një rob në liri, ose nëse nuk e bën atë, e bën të dytën, agjeron 2 muaj me resh, ose nëse jo atë, e bën të tretën. A duhet ai çifti atë ditën që e kanë prish agjerimin duke pas marrëdhënie intime, a duhet me kompenzu atë ditë? Po, thotë Sheikh Zejdi rahimullah, me gjithë shpagimin që e bën, shlyerjen, po është edhe kompenzimi i asaj dite. Për vetëm se, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, në rast nëse burri domethënë i a imponon gruas një gjë e tillë, atëherë ajo s'ka gjë. Në rast domethënë nëse nuk është domethënë me dëshirën e saj, por ai i a imponon domethënë, atëherë këtu domethënë ajo s'ka gjë. Thotë Sheikh Zejdi wallahu a'lam. Pastaj hadithi i radhës të këtij kapitullit dhe i fundit në këtë kapitull, thot autori Ibn Abdul Hadi rahimahullah, Aisha radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, man mata wa alayhi as-siyam sama anhu waliyuhu, muttafaqun alayh. Këtu në këtë hadith, i cilin transmeton nona jon e besimtarve, Aisha radhiyallahu anha, ku thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush vdes dhe ka mbi vete borx agjerim, për të le të agjeroj kujdestari ose i afërmi i tij. Kush vdes dhe ka borx agjerim, për të le të agjerojnë kujdestari apo i afërmi i tij. Cili është borx këtu domethënë, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, për cilin borx në agjerim flitet këtu, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, është së pari domethënë nëse ai ka bërë ndonjë zotim, ka bërë betim, se unë kaç ditë do agjeroj për hir të Allahut. 10 ditë, 15 ditë, 1 ditë, 3 ditë, edhe do thonë ja bën, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, ja bën domethënë vetës detyrë me atë zotim, me atë nedhrun, ja bën vetës domethënë detyrë që ai me agjeru domethënë në ditë të caktuara, numër të ditë të caktuara, por nuk i mundsohet atit dhe vdes. Atëherë
thot Sheikh Zejdi rahimahullah, atëherë duhet me marrë këtë punë përsipër dikush prej të afërmëve të tij, familjarëve të tij. Është si puna, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, kur ai i vdekuri i ka borx një njeriut. Atëherë familja të afërmit e tij duhet t'ja shlyjnë, t'ja paguajnë borxhin. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah, po kjo çështje është edhe më e rëndësishme, sepse borxhi ndaj Allahut subhanahu wa taala është më parsor të pastrohet. Borxhi i cili e ka njeriu ndaj Allahut subhanahu wa taala është më parsor të jetë i pastër. Prandaj domethënë na atëherë domethënë në këtë rast duhet domethënë dikush prej familjarëve të tij me e bërë një gjë e tillë. Situata e dytë dhe e fundit, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, është për agjerim domethënë në të ditëve të Ramazanit. Domethënë për një agjerim që sheriati ja ka bërë atit, Allahu Teala ja ka bërë atit obligim. Dhe ai disa ditë të caktuara, një pjesë të Ramazanit nuk i ka agjeruar. Për shembull, ka qenë i smur, ka qenë uftar dhe të ngjashme. Por pastaj, mas Ramazanit, ka pas mundësi me i kompenzua ato ditë, por ka qenë neglizhent. Ka pas mundësi, por ka qenë domethënë neglizhent. Ka qenë neglizhent domethënë, atëherë, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, këtu domethënë bëhet shpagim për ato ditë domethënë që nuk i ka agjeruar domethënë. Ai gjatë Ramazanit ka pas justifikim, mirë ta kuptojmë. Ka qenë ose i smur ose udhëtar, po mas Ramazanit ka pas mundësi me i kompenzu. Por nga pakujdesia dhe neglizhenca e tij nuk e ka bërë. Dhe vdes, ndodh dhe vdes. Edhe kanë me 2 ditë, 3 ditë, 5 ditë sa. Atëherë bëhet domethënë shpagim, shlirje, prej asaj që ai e ka lënë domethënë prej pasurisë. Fillimisht domethënë nga pasuria. E nëse nuk ka domethënë ai nuk ka lënë pasurinë, nuk ka, atëherë e jep dikush, domethënë e bën shpagimin dikush nga të afërmit e tij, nga familjarët e tij domethënë. Atë nisf sa, gjysma domethënë në e sa'it e bën domethënë dikush nga të afërmit e tij. Kurse në anën tjetër, thot Sheikh Zejdi rahimullah, dhe kjo është e fundja, nëse nuk i mundsohet atit kompenzimi mas Ramazanit, për shembull me njerë mas Ramazanit vdes, ose mas Ramazanit ka pas punë të rëndë, udhtime, angazhime, edhe ka thënë kur ti mbaroj une, kur ti përfundoj këto angazhime, do i kompenzoj ato ditë që më kanë mbet prej Ramazanit. Dhe vdes domethënë ndodh dhe vdes. Atëherë ky njeri s'ka gjë, sepse nuk ka qenë i pakujdesshëm, neglizhent. Po shkaku domethënë i angazhimeve dhe rrethanave që ka pas domethënë nuk e ka kompenzuar ato ditë dhe vdes, atëherë ky njeri s'ka gjë. Kur ka gjë domethënë që me e paguaj domethënë shpagimin, kur ai ka pas mundësi, po ka qenë i pakujdesshëm. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.